provlerave, ku ngrihen dhe bashkohen vlerat. Përshëndetje të dashur bashkëdhetar, jemi sot përsëri në provlerave me një personazh të njohur të botës akademike shqiptare, zotin profesorin Gazmend Kaplani, i cili është shkrimtar, poet, gazetar dhe pedagog. Boshti i veprës së tij, ai është edhe autor, ndërthuren totalitarizmi, kufit, identiteti dhe historia ballkanike. Sot ai jeton në SBA dhe është i angazhuar edhe akademikisht, ndër të tjera në DePaul University, si dhe me përvoja kërkimore dhe fellowship në Radcliffe Institute for Advanced Study. Ka botuar, siç e thash, disa libra. Vepra e tij më e njohur është Short Border Handbook, e sjell kufirin jo vetëm si vijë gjeografike, por si gjendje mendore e morale. Përshëndetje zoti Kaplani, profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zoti Gjeka, dhe faleminderit shumë për ftesën. Është një nder për mua që të jem sot në këtë bashkëbisedim me ju, dhe doja që ta fillonim nga një ndjesi që ndoshta e kemi pas të përbashkët. A e keni ndjer ndonjëherë se pasi ikët nga Shqipëria dhe jetuat jashtë, të tjerët na shohin më parë si kombësi dhe pastaj si individ? Unë për shembull këtë e kam ndjer kur kam qenë në Kinë, po dhe edhe në Amerikë, po jo aq. Si e keni ndjer këtë pjesë? Ky ka qenë edhe një nga shkaqet që unë kam shkruar librin e parë, romanin e parë. Megjithëse librat shkruhen për shumë arsye, por para se të arri tek se si na shohin të tjerët, le të shpjegoj një çik se nga vinim ne, ose si e shoh unë këtë marrëdhënien e shqiptarëve të brezit tim me mënyrën se si na shihnin të tjerët në Greqi ose në vendet të tjera. Tani, unë do flas pak për librin, sepse libri është shumë i rëndësishëm, romani i parë, Tritari i shkurtër kufish, për të kuptuar këtë lloj marrëdhënie, dhe kur e kam shkruar librin kisha vite që jetoja në Greqi, edhe në fakt punoja atëherë mbi historinë e Europës në shekullin e 20 dhe sidomos isha intriguar pas historisë kufive në Europë. Fakti që unë kisha lindur në Shqipëri në kulmin e luftës së ftohtë, një vend krejtësisht izoluar nga bota, me kufi vrastarë që kishin burgosur e kishin varrosur 3 breza shqiptarë së brenda tyre, luajti sigurisht një rol shumë të rëndësishëm në interesin tim intelektual, nga ana historike, filozofike, për kufin doja të kuptoja çfarë janë kufi, çfarë vendi zën në jetën e njerëzve dhe të popujve, sa lloj kufish ekzistojnë, të dukshëm dhe të padukshëm. Edhe të them të drejtën, në fillim mendova të shkruaj një libër për historinë e kufive në Europë, nga kufiri mes Finlandës dhe Rusisë deri te kufiri mes Greqisë dhe Turqisë, derisa nisa të mendoj se ajo që unë në romanin tim e quaj si sindroma e kufive ishte një nga pjesët më të rëndësishme të historisë bashkëkohore të shqiptarëve, por edhe të brezit të europianëve, të brezit tim në lindjen e Europës, sepse ne i përkasim një brezi që lindëm me shpatulla pas murit të Berlinit. Dhe nga ana tjetër, kur ra muri i Berlinit, pra kur ra komunizmi, ne shqiptarët dhe europianë lindorë të tjerë, me një zell dhe entuziazëm pa parë, u dyndëm të kalonim kufit një orë më parë, edhe të shkonim, bashkoheshim me kohën dhe hapësirën, le të themi një botë normale dhe madje të ndërruar që ishte për ne perëndimi. Tani, një hollësi e vogël nga jeta ime, me qenë se emisioni juaj fokusohet edhe tek hollësitë personale. Unë shkova në Greqi, para se t'ju shpjegoj se si më shihnin grekët, shkova në Greqi për të shpëtuar sigurimit në Shqipëri, në fakt, sepse kërkonin të më arrestonin pas pjesëmarrjes një protestë që u bë masive dhe e dhunshme në qytetin tim të lindjes në Lushnjë nga fundi dhjetorit vitit 1990. Ajo që ndodhi ishte që turma e protestuesve
lushnjar u ndeshën me policinë dhe sampistët edhe një farë mënyre i përzum nga qyteti për disa orë, mandaj ata u kthyen edhe filluan të arrestonin njerëzit, prandaj ika për në Greqi, madje një kohë që nuk ishin hapur ende kufijt, edhe me mendimin se do qëndroja vetëm 1-2 javë. Unë nuk di asnjë fjalë greqisht, Greqia si vend nuk më interesonte shumë. Po. Edhe në fund qëndrova dhe jetova në Greqi më shumë se 2 dekada, sepse kjo është jeta dhe jeta nuk është sigur të shkosh në supermarket në një listë gjërave që do blesh. Eksakt. Jeta është paksa si rulet në kazino, është e paparashikueshme dhe prandaj është edhe e mahnitshme edhe e bukur. Tani për pyetjen tuaj. Sigurisht Greqia hyn tek vendet që kishte shumë pak përvojë me emigrantët. Grekët ishin mësuar të shihnin veten e tyre si emigrantë që shkonin në vendet e tjera dhe tani për herë të parë në historinë e tyre shihnin njerëz val emigrantësh nga Shqipëria, por edhe nga Bullgaria, nga Rumania, Po. që po shkonin në Greqi. Është gjithashtu një shoqëri si shumë të tjera në Europë dhe ndoshta edhe në Kinë, shumë homogjene dhe monolitike nga ana etnike dhe kulturore. Edhe është një shoqëri gjithashtu me trajta komunitare, nuk ka një individualizëm të zhvilluar. Kështu një shoqëri të tillë është e pashmangshme që të shihet shpesh si komsi dhe jo si individ, por problemi kryesor, besoj unë, nuk është nëse shihesh si komsi apo si individ, por nëse shihesh si komsi pozitive apo negative. Dhe brezi ynë pati fatin e keq dhe dramatik, jo vetëm në Greqi, Po. të shihej me shumë stereotipe negative, madje shumë agresive dhe shpesh denigruese në vendet ku ne emigruam. Kështu që nga kjo pikpamje ne na duhet një përpjekje e shumë fish si individ që të përballeshim me këto lloj stereotipesh dhe të tejkalonin këtë lloj muri të ri, këtë lloj kufiri të ri me cilin nuk ishim përgatitur të përballeshim, se ne kalonin kufirin me një ide shumë romantike dhe të idealizuar të botës jashtë Shqipërisë, sidomos të Perëndimit. Po. Edhe ishte sikur idhulli ynë na shite me indiferencë në rastin më të mirë ose shpesh me përçmim dhe kjo është një përvojë që mua më shtyr të shkruaj librin tim dhe është një përvojë megjithatë që shumë europianë që vinin nga lindja komuniste e kanë ndier, jo vetëm shqiptarët. Kështu që nuk jemi të vetmi, apo jo, si një revelim i brendshëm. por është diçka tek ne shqiptarët që dhe të brezi im sidomos që ka lënë gjurmë të thella në psikozën e shumë njerëzve, kështu që libri ishte një lloj përpjekje për të kuptuar çfarë na kishte ndodhur, edhe mbi të gjitha rolin që kishin luajtur në fakt kufijt në jetën e shqiptarëve, kufijt e totalitarizmit, por edhe këta kufijt e ri të emigracionit, cilët akoma vazhdojnë dhe i kalojnë. Për ta vazhduar me identitetin që krijohet jashtë vendit. Për shembull, nëse ju do 20 e ca vite do t'i kishit kaluar ta zëm në Gjermani dhe jo në Greqi, do të kishte ndryshuar diçka në personalitetin, në rrugtimin tuaj, në botkuptimin tuaj? Kjo është një pyetje edhe hipotezë, por edhe lozonjare, por edhe filozofike. Përgjigjja ime është nuk e di, sepse nuk dua ta jetoj jetën time me filozofin po sikur, se kjo është një lloj filozofie e keqardhjes. Besoj se diçka e tillë madje është një tundim shumë i madh për ne që kemi emigruar në disa vende, por kur bëhet obsesion të lejon të përfiturosh versione ndryshme të jetës sante, por jo të jetosh edhe të krijosh, sepse që të krijosh duhet të jetosh dhe të përqendrohesh sidomos tek e tashmja. Sepse sipas së njëjtës pyetje, që është një pyetje shumë interesante, si do kishte qenë jeta ime ose jeta juaj nëse ne nuk kishim lindur në Shqipëri në mes të luftës së ftohtë, por kishim lindur disa 10 kilometra më në perëndim, për shembull në Itali. Duhet të them megjithatë se ndonjëherë, meqense kam emigruar në disa vende,
e pyes veten time, sidomos pas emigrimit të ri në Amerikë, si do kishte qenë jeta ime nëse kisha ardhur Më në shpejt. Amerikë më shpejt, kisha ardhur më i ri. Megjithatë, besoj shumë nga që jeta është e shkurtër, jeta e njeriut është e shkurtër. Dikush duhet të ketë një lloj qasje stoike ndaj fatit apo zgjedhjeve që ka bërë, sepse jeta që na u dha ose zgjodhëm është mbi të gjitha është fati dhe karakteri ynë. Por me qëra fjala e udhëtimit në Greqi, edhe jetës në Greqi, edhe pse me vështirësi që ndoshta unë nuk do të kisha hasur nëse kisha shkuar një vend tjetër. Po. Ajo ishte jashtëzakonisht krijuese. Edhe do mund të kishte qenë më krijuese diku tjetër, nuk e di, dhe them të drejtën në këtë pikë të jetës time, edhe nuk më intereson ta mendoj shumë. Le të kthehemi atëherë tek lidhja juaj me Shqipërinë. E vështirë ta ruash atë lidhje, duke qenë që, siç thatë edhe ju vetë, ju keni emigruar nga një vend në tjetrin, dhe jeni në një farë mënyre jeni përshtatur shumë mirë, por përsëri unë kam vënë re në veprën tuaj, por edhe në prononcimet tuaja publike, ju përsëri jeni një intelektual i angazhuar edhe me Shqipërinë. Shqipëria për ju është më tepër një kujtim, një plag, një burim frymëzimi apo një projekt akoma i pambyllur? Tani kjo është edhe një pyetje thelbësore për jetën, për çdo shqiptar, sidomos për ne shqiptarët që sillen si ju, që i kemi pasuruar dhe ndërlikuar marrëdhëniet me Shqipërinë me anë të ikjes edhe të emigracionit. Unë do thosha që Shqipëria është në radhë parë fati që na ra dhe zgjodha. Është pra ajo që themi destin, është fat. Edhe në Shqipëri fillon dhe një farë mënyre mbaron gjithçka. Të paktën për mua. Më kujtohen fjalët e një poeti shumë të njohur, grek Kavafit, i cili shkruan për Itakën, këtë vendin imagjinar të rikthimit gjithmonë në Itakë. Edhe po ai shkruan diçka tjetër, thotë Itaka të dha udhëtimin e bukur, pa të nuk do ishe nisur për udhë. Edhe besoj se kjo i shkon shumë mirë, sidomos njerëzve të brezit tim dhe marrëdhënies që ne kemi me Shqipërinë. Tani Shqipëria është përvojën time, është shumë e thellë dhe e lidhur me pothuajse gjithçka në jetën time. Është identitet. Dhe me kalimin e viteve u bë gjithashtu përsjatje filozofike, u bë hulumtim akademik, u bë krijimtari letrare. U bë dhe profesor këto kohët e fundit, sepse ju keni hapur katedrën e gjuhës shqipe. Nuk e kam hapur unë, por e drejtoj, e ka hapur Universiteti e Pol, dhe mund të flasim me këtë, me fondet që la një patriot shumë i madh shqiptar-amerikan, Hidai Edi Bregu, dhe unë jam shumë i nderuar që universiteti më zgjodhi për ta drejtuar katedrën e parë dhe të vetme në historinë e universiteteve amerikane, të albanologjisë, por duhet të them që është gjithë këto Shqipëria, është edhe nuk e shoh si profesion, por e shoh në kuadrin e hulumtimit akademik krijimtarist letrare, por që të themi të vërtetën, Shqipëria është edhe plag, sidomos për brezin tonë që kemi jetuar në totalitarizëm, është edhe mister, është diçka që ende mundohem ta kuptoj, ashtu siç është edhe padyshim diçka që dëshiroj dhe përfitoj shpesh që të jetë ndryshe në shumë gjëra, shumë ndryshe se që njoha unë, fëmijë, dhe më ndryshe se ç'është sot. Kaq mund të them për çfarë është Shqipëria për mua. Por për shoqërinë shqiptare, si mendoni?
A e ka mbyllur shoqëria shqiptare atë kapitull me të kaluarën? Apo është e kapur? Vetëm sa e ka mbuluar dhe nuk mund të shpërthej, duhet të marrë një vizionomi të re. Tani, megjithëse është një pyetje me metafora, të përgjigjem edhe unë me një metaforë. Unë besoj se për sa i përket kaluarës, ne e kemi mbuluar aq keq sa që dukemi fare zbuluar. Edhe nga që nuk jemi përballur asnjëherë me seriozitet në mënyrë sistematike me kapitullin shumë të vështirë dhe të rëndë të kaluarës son të afërt. Pra, që nga 1945 e ndej. Thjesht ose mundohemi ta varrosim në harres, ose mundohemi ta zbukurojmë, ose ndërtojmë alibi të ndryshme, për mos thënë se her pas here shoh deri edhe nostalgjik për epokën kur ishim sklever. Besoj se njohja e të kaluarës është diçka shumë serioze, jo për të kaluarën, por për të kuptuar njerëzit të tashmen e tyre edhe të ardhmen ku shkojnë. Sepse një gjë dallon barbarët nga civilizimi, them unë, dhe është pikërisht ky që barbarët nuk kanë nevojë për kujtesën, sepse nuk ju intereson të dinë as nga vinë, as ku janë dhe as ku shkojnë. Sepse barbarët shkatërrojnë gjithçka dhe kjo duket sikur po ndodh edhe në këto vitet e fundit me Shqipërinë, për fat të keq. Dhe përveç këtyre ka filluar një si frikë, domethënë unë nuk e kuptoj se pse shqiptari ende ka këtë instiktin e frikës për të mos folur. Por ka në të njëjtën kohë instiktin për tu përshtatur me pushtetin. Si e mendoni ju? Tani, unë nuk duhet bëj përgjithësime, se përgjithësime janë edhe çik të rrezikshme, që të thuash ky komb apo ky popull ka këto tipare, megjithëse është e vërtetë që çdo vend dhe çdo grup ka disa tipare të veçanta. Edhe meqense pyetja juaj është më shumë politike, unë besoj se për të kuptuar shumë prej sjelljeve tona me karakter politik, duhet kuptuar edhe historia jonë politike. Tani, ne kemi një histori të ndërlikuar, kemi një histori për cilën kemi shumë gjëra për të qenë krenar, por kemi edhe një histori e cila ka qenë shumë vështirë dhe në disa raste shumë e dhimbshme. Për shembull, nga pikpamja politike, ne nuk kemi njohur kurrë atë që quhet shoqëri civile. U krijua disi e vogël, shumë e vogël, në kohën e Zogut, në kohën e Zogut. Pastaj u zhduk edhe nuk u rikrijua më kurrë. Dhe modeli i jetës son politike ka qenë nga herë modeli i pushtetit absolut apo maksimal dhe abuzues në çdo aspekt të tij. Pra, për mua ky është apo jo? Po, përveç shtresës mesme, ne nuk kemi një traditë politike të lirisë apo pavarësisë individuale apo shoqërore. Nuk kemi traditë të një shoqërie që beson tek drejtësia apo tek merita. Dhe për më shumë në kohën e komunizmit u krijua ai që unë e quaj homo evericus, i cili është një tip njeriu aq i familiarizuar me dhunën dhe shtypjen dhe hipokrizinë, edhe është tipi i njeriu që stërlëpin ata që ka lart kokës edhe shtyp pa mëshirë ata që ka poshtë këmbë. Është njeriu i ri i komunizmit, cilit madje i pëlqente shumë herë që të ishte skllav. Kështu që kemi një trashëgimi jo të lehtë për tu përballur, kështu që morali politik i skllavit është diçka shumë e thellë tek sjelljet tona apo vërtetimet politike. Sepse zoti që lër të bëjmë vetes se një njeri që të njohë veten duhet të jetë edhe shumë i ndershëm ndaj pyetjeve që i bën vetes. Eksakt. Për shembull, çfarë ka qenë Shqipëria që atëherë që është krijuar nga ana politike dhe shtetërore?
Dhe ka qenë shumë gjëra, por mbi të gjitha ka qenë çifligu personal i një grupi njerëzish dhe tarafeve të tyre. Kjo është prehistoria jonë politike. Dhe një shoqëri ka nevojë për kohë që të emancipohet. Por unë kam frikë që në këto vite lirie, sepse janë vite lirie, këto pas vitit 1991, me gjithë peripecitë e mëdha që kemi kaluar, emancipimi politik është shumë i cekët, sepse modeli i pushtetit që mbetet në Shqipëri mbi zotëruesit është modeli i pushtetit maksimal apo absolut dhe abuzues. Kështu që prandaj për shembull është diçka e jashtëzakonshme që ka ndodhur për mua pas vitit 1991, një zhvillim shumë i ri që ndodh me shqiptarëve, dhe është kjo që nga ana gjeopolitike, nga ana e pozitës dhe rëndësisë sonë në hartë, nëse krahasojmë me shekullin e 20, pozita jonë gjeopolitike, gjeostrategjike në Ballkan, në Europë, në botë, nga vitet 1991 deri në vitin 2026 deri sot, mund të quhen vitet tona të arta, sepse falë sigurisht aleancës palëkundur që kemi pasur me Perëndimin dhe sidomos me SHBA-n, pozita jonë është përfaqësuar në mënyrë që asnjë prej popujve apo shteteve që kemi përreth nuk e ka përfaqësuar. Nuk ka përfituar kaq shumë, nuk është ngritur kaq shumë sa janë ngritur shqiptarët. Në një mënyrë të jashtëzakonshme, do thosha. Por në ana tjetër, kjo lloj ngritje nuk përkthehet ende në zhvillim ekonomik, kulturor edhe politik të rëndësishëm brenda vetë Shqipërisë. Sigurisht siç do kishte ndodhur në çdo vend tjetër. Imagjinoj që Greqia me hyrjen në Bashkimin Evropian ndryshoi rrënjësisht kulturën e saj politike, strukturat e saj ekonomike. Me pak fjalë, ne shqiptarët do thosha që më në fund jashtë po shkojmë jashtëzakonisht mirë, dhe këtë e kuptojmë unë dhe ju që jetojmë jashtë, se sa shumë është përmirësuar, si thuash, imazhi i Shqipërisë, pozita gjeostrategjike dhe geopolitike e Shqipërisë, por problemi duket se kemi brenda, sepse aty politikanët tanë nuk ndryshojnë dot dhe vazhdojnë të qeverrisin ashtu siç kanë bërë gjithmonë, besoj. Pra, ndodh sepse kjo lloj disharmonie mes këtyre të dyjave, ngritja jonë nga ana gjeopolitike vend numëron nga ana ekonomike dhe nga ana kulturore dhe politike, ndodh sepse në Shqipëri ekziston ajo që thash modeli i pushtetit absolut apo maksimal, është një pushtet që do gjithmonë të jetë i pakontrolluar, që do të qeverisë sa doj, do të vjedhë sa doj, dhe kjo prodhon një shoqëri jo normale. Dhe kjo prodhon sigurisht individ që nuk gjejnë vlerën e tyre, qytetar të shtypur, pafuqishëm, të dorëzuar. Fundit pse ikin akoma shqiptarët nga Shqipëria? Sepse unë mund të kuptoj shumë mirë pse ikëm ne. Ne donim gjithashtu që të kalonim kufin, sepse na ishte 3 breza, kishim kaluar në burg të kufive të totalitarizmit dhe diktaturës Enver Hoxhës, por pse ikin shqiptarët sot? Dhe ikin në masë. Ndonjëherë ashtu siç ikin në vitet 90. Besoj se të paktën një pjesë e madhe e shpjegimit është kjo që thash për modelin politik që mbizotron ende në Shqipëri. Po, edhe unë kam vërej që Shqipëria tani ka një elit njerëzish që janë më tepër një elit pushteti, domethënë ka një bashkim të elitës politike, oligarkike nga ana ekonomike, mediatike dhe kriminale. Të gjitha bashkë. Dhe nuk ka një elit morale, sepse kjo elita morale është e marginalizuar. Si mendoni ju që kjo elit morale, sepse ka dhe njerëz që po qëndrojnë, si mundet që kjo elit morale e popullit
ton brenda dhe jashtë Shqipërisë të mund të organizohet për t'ju qëndruar si vlerë kundra antivlerave që janë tani në elitën tonë. Po më bëni pyetje të vështira që është me të vërtet duhen shumë diskutime, po me qenë se mua më intereson shumë historia e Shqipërisë, sidomos nga shekulli i 15-16 deri në sot, dhe me qenë se ju flisni për elitat morale, politike, pushtetit e tjera, unë do thosha që po ta shohësh historinë tonë, që nga shekulli i 15-16 deri në sot, ka 4 momente historike shumë dramatike dhe të rëndësishme në historinë tonë bashkëkohore, që fillon me pushtimin e territorit shqiptare nga Perendoria Osmane dhe mbaron me rreth në komunizmin. Edhe në këto 4 momente, që është pushtimi i Osmanëve, pavarësia, ardhja në pushtet e komunistëve në vitin 1944-45 dhe rënia e komunizmit. To mendoj që janë Perendoria Osmane ka edhe qendresën e Skënderbeut, apo jo? Pikërisht, patjetër. Po janë 4 momente shumë thelbësore në historinë tonë, ku ajo që themi elitat tona janë bërë dhe janë zhbërë pothuajse krejtësisht. Kështu që kemi një histori të ndërlikuar, sepse s'kemi një vazhdimsi në elitash. Historia jonë ka qenë e vështirë, sepse jemi edhe një udhkryq gjeografik, kulturor, fetar e tjera. Por ajo që shoh unë pas 90-s, pas rënies komunizmit, është një lloj vakumi që vazhdon. Prodhohet mendim, prodhohen ide brenda ose jashtë Shqipërisë, por siç thatë edhe ju, ato mbeten marginale ose nuk njihen, sepse struktura e sistemit të pushtetit është e tillë që punon gjithmonë si një taraf që nuk të lë të afrohesh. Duhet kompromentohesh, duhet bëhesh si ta, duhet t'i shërbesh atyre që të pranojnë. Pra, në një farë mënyrë duhet vrasësh veten nga ana morale edhe intelektuale që të lënë të dukesh. Kështu që është krijuar me të vërtet një elitë alternative, më pak brenda Shqipërisë, më shumë në diasporë, sipas meje, e cila krijon oaze në të dyja hapësirat, si në Shqipëri, si në diasporë, por që t'jemi të sinqert, është ende e pafuqishme të ndikojë gjërat brenda Shqipërisë. Sepse ata gardianët e kështjellës pushtetit në Shqipëri nuk kanë nevojë as për ide, as për merita, as për moral. Kështu që sepse një sistem të tillë kanë ndërtuar, kështu që i mbajnë dyert e mbyllura dhe besoj se tek ne ka edhe diçka tjetër që e cila rrallë në vende të tjera gjendet. Tek ne ajo që themi elita e pasur edhe elita e ditur nuk konvergojnë me njëra tjetrën. Po, pikërisht. Tani, jo se konvergojnë gjithmonë në të gjitha vendet e botës, por tek ne nuk ka pasur, me qenë se fola për këto ndryshimet epokale, që për mua që shekulli 16 janë 4 ndryshime epokale ku janë bërë elita, por ne nuk e kemi këtë traditë, ku konvergon elita e pasur me elitën e ditur. Për shembull, në Ballkan ka një traditë shumë të madhe të ashtu quajturve filantrop të kombit. Gjatë formimit të shteteve moderne, për shembull, kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm. Për shembull, në Greqi që e njoh shumë mirë si vend, disa prej këtyre filantropëve janë madje edhe me origjinë shqiptare, Zhapa, Kaplani që ka mbi emrin tim, filantrop shumë të mëdhenj, të cilët sidomos financuan në kulturë dhe në dije. Tek ne nuk është parë asnjëherë ky fenomen.
in fakt. Gjatë Jo tani. rritjes kombëtare ka pasur për Dikur ka qenë shumë i pakët në krahasim me vendet e tjera rreth nesh, dhe flas vetëm për Ballkanin, nuk po shkoj në Perëndim. Tek ne sot elita e pasur brenda Shqipërisë kam frikë se shpesh është zgjatim i pushtetit pikërisht. Kështu që si mund takohen këto dy elita? Merë për shembull, se kjo pasqyrohet shumë mirë në rastin e Akademisë së Shkencave. Po. Kjo është proni i njeriut. Është Akademia e Skënderit. Që shiti partinë edhe bleu akademinë. Që këtu çdo lloj tjetër diskutimi nuk ka pastaj më kuptim. Po, keni shumë të drejtë, profesor. Do kisha dëshirë që të dija mendimin tuaj se a shikoni ndonjë nerv kombëtar. Domethënë, se si mund t'i bëjmë bashkë këto elita të dijes, siç e quani ju, për të marrë më tepër përgjegjësi politike në Shqipëri. Një rast i mirë për të kuptuar ndonjëherë veten është që krahasohemi me vendet e tjera. Po. Rreth e rrotull. Për shembull, unë fola më parë për këta filantropistët e shquar në vend Ballkanit, që neve na kanë munguar se nuk i kemi pasur aq sa duhet, dhe nuk i kemi as sot. Po. Për shembull, në Greqi, meqense e filluam nga Greqia, ku kam jetuar 20 e ca vjen, unë kam takuar shumë patologji si këto të Shqipërisë. Korrupsion, pushtet abuziv, mungesë të meritokracisë. Po. Por megjithatë, në Greqi është krijuar e ashtu quajtur shoqëri civile, e cila ka fituar një pavarësi të rëndësishme nga pushteti. Dhe kjo pavarësi është kaq etike sa që kjo lloj shoqërie civile, pra që gjendet nëpër universitete, gjendet në media, gjendet në mes intelektualëve, në Greqi ose jashtë Greqisë, formon ide, ndikon disa herë edhe në vendimmarrje, ndikon në emancipimin dhe zhvillimin ekonomik dhe kulturor të vendit. Dhe ky është një hap i madh i shoqërisë, sepse keq kuptimi është që ne duhet presim që Shqipëria të bëhet një vend i përsosur në mënyrë që të shkojë përpara. Të kthehemi. Vendet shkojnë përpara me shumë kontradikta. Por ne nuk e kemi bërë dot akoma këtë. Nuk kemi akoma një shoqëri civile. Duhet një fibër morale, që ta mbajë këtë vend, apo jo? Pikërisht, ne kam frikë, zoti Gjeka, se ne mund të krahasohemi me vende si Serbia apo Bielorusia më shumë në këtë pikë. Ishte kënaqësi, zoti profesor Kaplani. Ne do të shihemi përsëri në biseda të tjera, sepse kemi shumë nevojë për thellësinë e mendimeve tuaja. Për sot ju falenderoj dhe ne do të shihemi përsëri në emisionet e tjera të Provlerave. Mirupafshim. Faleminderit jashtëzakonisht edhe për ftesën dhe për mikpritjen, edhe meqense flasim për shoqërinë civile, iniciativa juaj për shembull është nga ato që krijon oaze të cilat nesër pas nesër, nëse ndërveprojnë me njëra tjetrën, mund të krijojnë diçka shumë pozitive për Shqipërinë, për kulturën, për ekonominë, edhe për gjithçka tjetër. Faleminderit. Shumë përgëzime. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Mirupafshim. Provlerave, projekt mediatik nga Përparim Gjeka.